Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Sot kam përgatitur një nga byrekët më të shpejtë, qëndroni me mua ta përgatisim bashk. Në një enë të shtojmë qep të njoma, unë kam përdorur vetëm gjethet. 200 gram djath, mund të përdorni çfarëdo lloj djathi që ju preferoni ose ju gjendet në shtëpi. Nene xhik dhe 2 lugë gjelle vaj ulliri. Masën do ta përzijem shumë mirë. Mund ta punoni me lugë ose me duar. Nuk kam shtuar asnjë gram krip sepse djathrat kanë mjaftueshëm. Do ta përzijem derisa të na formohet një masë si kjo që shihni në video. Pra ka rënë volumi i qepëve të njoma. Do na nevojiten 250 gram petë të gatshme. Petën do ta presim në gjatësinë e tavës që do përdorni. Do shtojmë vaj ulliri në çdo petë dhe pak nga masa që përgatitëm, duke e hapur shumë mirë kështu. Mund të punoni edhe me duar, nuk është e nevojshme luga, por në këtë rast unë përdora me ndihmën e një luge. Dhe pasi kemi vënë kaq sa të shihni në video, jo më shumë, do ta mbledhim në këtë mënyrë. Dhe do ta vendosim në tavën e pjekjes. Ja kështu. Pra do veprojmë kështu me çdo petë dhe do ta vendosim në tavë. Nuk do t'i ngjeshim me njëra tjetrën, pra do t'i lëmë lirshëm me njëra tjetrën pa i ngjeshur, në mënyrë që pjekja më pas të bëhet shumë mirë. Dhe pasi kemi vendosur edhe petën e fundit, në një enë do përzijem 3 vezë, 250 ml qumësht, pak krip, pak pluhur fryrës, vaj ulliri dhe masën do ta përzijem shumë mirë. Nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua gjithmonë të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë, mund të më shkruani në koment. Masën që përgatitëm do ta vendosim mbi tavë, pra mbi petët që ne vendosëm në tavën e pjekjes. Do t'i hapim mirë me ndihmën e një luge në mënyrë që çdo petë të zbutet me masën që vendosëm. Unë juftoj t'i hidhi një sy kanalit tim dhe nëse recetat e mia ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e siles, kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Unë në sipërfaqe kam shtuar pak gjalp, kjo është sipas dëshirës dhe pjekim në 200 gradë derisa të jetë gati. Them gjithmonë derisa të jetë gati, pasi pjekja varet nga soba që ju keni. Se nuk dua të harroj pa thënë, unë kam përdorur qep të njoma, por mund ta përgatisni edhe me spinaq edhe me pazi, bëhet shumë e mirë. Pra sipas shijeve tuaja. Pas pjekjes shikoni pak sa ngjyrë të mirë ka marrë, e presim dhe e keni gati për ta konsumuar. Mund ta konsumoni edhe të nxehtë, pra edhe të ngrohtë edhe pasi ftohet. Nëse ju pëlqeu kjo video, për të më mbështetur, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Dëgjohemi në recetën e radhës. Faleminderit.